Shikuese Euronews Albania, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Health O'Clock. Sot kemi vendosur të flasim për anemin, një problem që prek 50% të fëmijëve 0-6 vjeç në të gjithë botën. Sigurisht edhe në Shqipëri janë të njëjtat shifra. Anemia si pasojë mungesës së hekurit është mjaft e shprehur edhe tek vajzat adoleshente. Ndaj sot do t'ju japim përgjigje të gjitha pyetjeve. Si shfaqet ajo, kush janë shkaktarët, si kapet në kohë dhe si trajtohet. Ndjekim siglën dhe më pas vijojmë bisedën në studio. Tashmë për t'ju dhënë përgjigje të gjitha pyetjeve që ngritëm më herët, unë kam kënaqësinë të kem në studio doktoresh Manika Kreka, mjeke pediatre në shërbimin e hematologjisë pranë shërbimit të pediatrisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Doktoresha, faleminderit që jeni me mua. Faleminderit, është kënaqësi, si gjithmonë. OBSH-ja në fakt ka ngritur alarmin që 50% e fëmijëve në të gjithë botën, edhe në vendin tonë, vuajnë nga anemia si pasojë e mungesës së hekurit. Sa e vërtet është kjo, doktoresh, dhe pse? Në fakt është një pyetje që jo vetëm ju gazetarët, por edhe prindrit dhe individët e shoqërisë tonë e kanë bërë shpesh sot, duke dëgjuar nga media, duke lexuar konstatime të tilla të një rritje të nivelit të anemisë nga mungesa e hekurit, ose anemisë që ne në rëndom e quajmë ferodeficitare, pra që vjen si pasojë mosmarrjes ose mos përthithjes së hekurit tek individi, fëmijë apo i rritur qoftë. Prej vitesh, në fakt, statistika tregonin që 30% e popullsisë globale vuante nga kjo anemi, e cila është, duhet theksuar, totalisht e korrigjueshme. Domethënë, është një anemi që vjen si pasojë e deficitit dhe që korrigjohet nga marrja nga jashtë e këtij deficiti, pra e hekurit. Nëse jemi të vëmendshëm dhe nëse i kushtojmë rëndësi. Mbase sot individët janë të ndërgjegjshëm dhe familjet shqiptare janë të ndërgjegjshme për t'i analizuar apo për të kuptuar për fëmijën e tyre më shpesh dhe më herët. Ju drejtohen kryerjes së analizave apo skrinimi i vazhdueshëm tregon që vlerat e hemoglobinës apo dhe të indikatorëve të tjerë që i referohen ruazës kuqe janë më të ulta. Në fakt është një statistikë që ndodh jo vetëm në vendin tonë, por edhe në vende të tjera, sidomos në vendet në zhvillim apo në vendet në zhvillim më të shpejtë se sa vendet e tjera, që do të thotë që fëmijët jo se nuk ushqehen, por flas për fëmijët, por kjo ndodh edhe tek adultët, edhe tek femrat, edhe tek meshkujt. Por fëmijët për shkak të një procesi rritje më të vrullshme, ne themi që fëmia rritet me hapa galopant, sidomos në periudhën e parashkollës, e preshkollës, pra në moshën 6 vjeç, por edhe në periudhën e pubertetit, nevojat ushqimore janë më të shumta. Pra fëmia ka oreks, ne themi që fëmia do të hajë në çdo vakt dhe përtej vakteve, por duhet të dim se çfarë të japim. Dhe pikërisht, siç thoni ju, vëmendja duhet i drejtohet ushqimeve të gatuara, ose familjet duhet kujdesen për ushqime të gatuara në shtëpi, ushqime jo të konservuara, ushqime jo të fast foodit, pra të ushqimit që sigurisht të rinjve apo fëmijëve ju pëlqen që të ushqen midis në pushimin e shkollës apo mbas shkollës me një diçka të shpejtë për shkak të urisë, por jo se kjo duhet të ndodhë rëndom dhe është mirë që fëmia të marrë diçka me vete nga shtëpia, të marrë një sanduiç të përgatitur me një frut, apo me një perim, apo me një djath të freskët, apo me një proshut, pra për të plotësuar nevojat. Doktoresh, ju thatë që të gjithë prekemi nga anemia si pasojë mungesës së hekurit, por në shërbimin ku ju punoni, cilat janë moshat më të predispozuara për ta bërë këtë anemi? Bëjnë bebet që në lindje? Një fëmijë i vogël mund të lindë me anemi nëse nëna vuan nga anemia, nga mungesa e hekurit gjatë shtatzanisë. Në fakt konstatohet anemi ferodeficitare gjatë shtatzanisë për shkak se nëna duhet mbulojë nevojat e saj, peshën e saj, e cila shtohet si pasojë e mbajtjes së një embrioni dhe pastaj të një fetusi, por duhet ushqej edhe fëmijën, pra këtë fetus. Dhe për këtë arsye nëna jo se duhet ushqet në sasi, nëna shtatzan, por duhet ushqet mirë me produkte të cilat shtojnë rritjen e hekurit në organizëm. Sigurisht që
nënat sot shtatzan janë të prirura edhe që të ushqen më pak edhe për të mos marrë peshë, por sigurisht edhe duke ushqyer më pak të miligramët e hekurit që duhet marrësh për të sintetizuar hemoglobinën, i ke më të kufizuara. Dhe për këtë arsye nënat shumë shpesh bëjnë anemi gjatë shtatzanisë. Duke bërë anemi gjatë shtatzanisë nëna, sigurisht edhe fetusi vuan dhe fëmia lind me anemi. Me anemi e cila duhet të korrigjohet që në muajt e parë. Pra, në fakt, në neonatologji, sepse neonatologjia është periudha e fëmijërisë fare të hershme, e 40 ditëve të para, dhe ne në pediatri nuk e shohim këtë grup mosh, kolegët thonë që konstatohet anemi tek fëmijët në skrinimin e parë. Dhe për këtë arsye ato rekomandojnë që të fillojë hekuri që në muajt e parë, pra një hekur shurup apo hekur me pika, për profilaksinë e thellimit të anemisë. Kështu që kjo nuk mund të them që është në shifra të tilla, siç ju thoni, 30%, por sigurisht më pak tek bebet e vitit të parë. Dhe pastaj nëse nëna e ushqen me qumëshgjiri dhe pastaj me shtesat ushqimore, sigurisht që kjo ndihmon që niveli i hemoglobinës të mbahet të paktën në nivelet 12-13 gram për decilitër, që është një kufi normal për fëmijën. Për fëmijën si femra, ashtu dhe meshkuj. Si vazhdon pastaj shpeshtësia e anemisë tek fëmijët? Më pas, ne themi që fëmija kur ushqehet, si thuash, i ushqyer nga nëna dhe me vullnetin e saj të mirë, vemre rrallë shprehje të anemisë. Dhe kjo është më e dukshme vetëm kur fëmija smuret, pra kur fëmijët e vitit para apo të dytë jetës për shkak të një imuniteti ende të paformuar bëjnë infeksione, sidomos infeksione respiratore apo dhe infeksione të traktit tretës. Dhe në këto momente hekuri nuk thithet mirë në zor, kështu që fëmijët mund të bëjnë anemi. Patjetër që krahas trajtimit të patologjisë akute, pra të një infeksioni respirator apo të një infeksioni urinar apo të traktit tretës, duhet shoqërohet me periudha trajtimi të preparateve të hekurit, pra të atyre që luftojnë këtë anemi. Por ajo që do thosha unë më shumë anemia tek fëmijët vihet re në moshën e pubertetit. Kjo është anemia më e prekshme, si tek vajzat ashtu dhe tek djemt. Më shumë tek vajzat sepse në moshën e pubertetit fillon menarka apo që është cikli i parë menstrual dhe pastaj instalohet në çdo muaj tek femra, dhe sigurisht që femra humbet, gjë që tek fëmijët meshkuj nuk ndodh, dhe për këtë arsye nëse ajo nuk merr sasinë e duhur të ushqimeve që përmbajnë hekur, anemizimi do të vijë shumë shpejt. Dhe ne vëmë re fëmijë të moshës para adoleshencës dhe të adoleshencës që gjithmonë ankohen për lodhje, për vështirësi në përqëndrim, ndonjëherë ankohen edhe për mbajtje fryme kur bëjnë eforte apo kur ngjisin shkallët. Këto janë shenjat e fillimit të një anemie, e cila kërkon vëmendje dhe sigurisht pastaj anemia favorizon edhe për infeksione respiratore, favorizon edhe për infeksione të tjera, sepse fëmia futet në një rreth vicioz, sepse ruaza e kuqe, e cila duhet jetë e përqendruar me hemoglobinën, me këtë proteinë e cila ndihmon jo vetëm në oksigjenimin e organizmit, po ndihmon edhe në sintezën e ADN-s, futet në lojën edhe të shumë proceseve enzimatike të trupit, edhe në mitokondrie, pra në të gjithë faktorët që luajnë rol në metabolizmin e organizmit të fëmijës. Dhe si e tillë, kur ajo është deficitare, shumë procese nuk ndodhin si duhet dhe predispozojnë për infeksione. Pra kjo është një gjë që prandaj ne i vëmë theksin asaj që fëmia duhet të vlerësohet, sidomos nga mosha e pubertetit dhe mëtej, për të bërë një bilans të paktën një në 6 muaj, por edhe një vit është e pranueshme, për të parë se si është hemoglobina, se si janë elementët që konfigurojnë ruazën e kuqe dhe se si është niveli hekurit total në organizëm, që ne quajmë feritina ose pra duhet të bëjmë gjithmonë, prindrit duhet të bëjnë të kërkojnë gjithmonë të diferencuar analizën e feritinës, sepse me hemoglobinën dhe mund të gënjehen. Jepet informacion, po, në fakt jepet informacion, por nuk është aq i saktë, nëse nuk e vlerësojmë paralelisht dhe me feritinamin, e cila duhet jetë
të paktën mbi 30, pra si vlerë range tek fëmijët, por edhe tek të rriturit. Por vetëm që duhet pasur parasysh se në disa raste ferritinemia dhe të konfuzionon, sepse janë disa situata kur ajo mund të jetë e rritur, sepse është dhe një tregues i inflamacionit, dhe ka një inflamacion në trup, pra ajo nuk tregon në vlerë të saktë, pra maskon inflamacionin, kështu që duhet të shoqërohet bashkë me vlerësimin edhe të treguesve të tjerë inflamatorë, siç është PCR-ja, që ju mund ta keni dëgjuar, apo numri leukociteve, për të parë se si dhe për të diferencuar më tej, ose duhet të bëhen më shumë se sa një matje për të parë nëse vërtet fëmia është me anemi. Këto matje bëhet fjalë kur fëmia ka shqetësime edhe të tjera, apo edhe kur është i shëndetshëm për të bërë këtë bilancin 6 muajor? Unë them që të mos e teprojmë me analiza. Këto matje të thelluara duhen bërë kur fëmia ka shqetësime të tjera. Por një shqetësim i veçuar mund të jetë për shembull dhe mos përqendrimi apo mos suksesi në shkollë. Edhe këto janë tregues që tregojnë, pra jo vetëm sëmundja, po. Edhe kjo mund të orientojë që fëmia po bën një anemi, është futur në një. Duke qenë se jemi te mos përqendrimi, doktoresh, a ndikon në zhvillimin mendor të fëmijës anemia si pasojë mungesës së hekurit? Po, në fakt në fazat avancuara ndikon. Por këto duhet jenë vlerat të hemoglobinës nën 7 gram për decilitër dhe për një kohë të gjatë, që fëmia të mos, ose që truri fëmijës të mos oksigjenohet dhe të mos krijojë ato funksionet mendore, sinapsore, të cilat e bëjnë që të frenohen të fëmia në mësimdhënie, por pastaj sigurisht edhe në sjelljen sociale, sepse edhe sjellja mund të jetë një çrregullim si pasojë e anemisë sferodeficitare. Por besoj kemi raste ekstremisht të rralla. Por të raste ekstreme dhe janë raste të cilat vinë nga prindër të cilët nuk do të thosha të janë të pakujdesshëm, por mbase i rëmben puna dhe nuk janë aq të vëmendshëm në bashkëritjen e fëmijëve. Për të arritur një fëmijë deri këtu, çfarë etapa shkalon, çfarë shenjash që prindi nuk i ka vënë re apo nuk i vë re për ta kuptuar që diçka nuk shkon me fëmijën e tij? Në fakt, ne do të rekomandonim që fëmia që në moshën e hershme të ketë të paktën një analizë gjaku, një hemogram, për të vlerësuar që pastaj të shërbejë si një piket për të vlerësuar më tej. Sigurisht që kjo do të shoqërohet ose duhet të shoqërohet dhe me kryerjen e një elektroforeze të hemoglobinës, e cila e diferencon anemin ferrodeficitare nga anemia e lindur. Çfarë do të thotë kjo? Anemia e lindur jo në kuptimin e sëmundjes, pra atyre anemive të lindura që edhe ne në Shqipëri kemi dhe kujdesemi për këta fëmijë, siç janë talasemit apo drepanocitoza. Por një fëmijë mund të jetë dhe mbartës i genit të talasemisë apo të drepanocitozës dhe mund të shfaqet me një hemoglobin më të ulët në lindje. Pra, ne duhet mësojmë dhe këtë gjendje gjenetike e cila kur i shtohet dhe anemisë ferrodeficitare bëhet më e thellë. Pra, një patent e fëmijës që në vitin e parë të jetës do të na orientojë për ecurinë e tij. Dhe më pas, fëmia mund të fillojë që të tregojë mos interes për ambientin. Mund të sillet në mënyrë të çuditshme, pra të jetë refuzues karshi ushqimit, por edhe karshi komunikimit. Fëmia mund të djersitet natën, edhe kjo është një shenjë që fëmia po bën anemi. Mund të jetë i irrituar në shumicën e kohës, mund të ketë sigurisht zbardhja apo zbehtësia, por kjo jo gjithmonë është e dukshme, sidomos tek fëmijët ose sidomos kur fëmijën e sheh çdo ditë. Pra prindrit nuk mund të vënë re zbehtësinë e cila mund të jetë e dukshme për një familjar i cili e sheh rrallë apo një fis apo për mjekun pediatër, ndërsa për familjarët nuk është kaq lehtë, sepse kemi pasur raste për shembull kur i themi, po ky fëmijë është i zbet, nuk ju ka bërë përshtypje, por ne të gjithë bardh jemi, apo këtë paraqitje kemi dhe ne të tjerët. Kështu që kjo nuk është një shenjë domethënse. Kam pasur një rast një vajzë e cila vjen për konsult dhe ishte me peshë shumë mirë për moshën, sipas percentileve që ne i vlerësojmë, ose kurbave të rritjes, por ishte e lodhur shumicën e kohës, flinte gjumë shumë
orë në ditë, sipas prindërve, pra jo vetëm natën, por edhe gjatë ditës. Dhe ishte 3 vjeç dhe kur e pyeta, nëna më tha që kjo pi vetëm qumësh, nuk pranon që të ketë ushqime të tjera në dietë. Si është e mundur, i thash, sepse fëmia duhet ketë një larmi gjërash në dietën e vet, por sepse kjo është ushqyer me gjë deri 2 vjeç dhe pastaj ka qenë shumë e lidhur me gjirin dhe pastaj ka vazhduar me qumësh të përgatitur. Pra ajo nuk fuste asnjë vlerë tjetër në organizmin e saj, pra nuk pranonte dhe erdhi me hemoglobin 6, që në fakt ishte e çuditshme, me 6 gram për decilitër. Ishte shumë e çuditshme për një fëmijë të zhvilluar aq mirë, por ajo merrte kalorit nëpërmjet qumshtit dhe nuk merrte asnjë vlerë tjetër ushqimore të tipit, sepse deficiti i hekuri është një vlerë ushqimore. Si ishte prognoza e këtij rasti? Ishte shumë e mirë, sepse sigurisht prindrit dhe nëna ishte shumë bashkëpunëtore, u trajtua patjetër që do trajtohesh me hekur, pra jo nëpërmjet ushqimeve, po fillimisht hekur si medikament, pra si bar, një terapi disa mujore që ne fillimisht e këshillojmë për 3 muaj pa ndërprerje, shurupin e hekurit ose tabletën, por me preferueshmja do ishte 6 muaj pa ndalesë, sigurisht duke bërë një vlerësim në mes të terapisë, të shoqëruar me vitaminë C dhe patjetër dhe me ndryshimin totalisht të dietës dhe me eliminimin e qumshtit nga dieta, në kuptimin që ti nuk mund të eliminosh plotësisht, por një gotë qumësh në ditë është e mjaftueshme për të dhe kjo larg vakteve ushqimore, sepse kur e merr me ushqimin, patjetër që e neutralizon hekurin ushqimor që merret. Kështu që e ardhmja ishte shumë e mirë, vajza për 1 muaj arriti që të rrisë hemoglobinën me 1,5 gram dhe pastaj arriti në fund të 6 muajve ishte me hemoglobin 12. Përpara se të kalojmë për të folur për pjesën e trajtimit, se sa e lehtë është të trajtohet anemia si pasojë e mungesës së hekurit, ne kemi përzgjedhur disa pyetje nga qytetarët. Do doja që t'i ndjekim edhe ato një nga një për t'ju dhënë një përgjigje direkte sipas pyetjes që kanë drejtuar dhe pastaj vazhdojmë me pjesën tjetër. Do të vijmë me pyetjen e parë për këtë emision, e cila vjen nga një nën që thotë: vajza ime 14 vjeçare ka dalë me vlerën e ferritinës 13. A është kjo shqetësuese? Çfarë duhet të bëj? Unë e përmenda që një vlerë 930 nuk është një vlerë e mirë e ferritinës, nuk është aq shqetësuese sepse ferritina në fakt boshatiset e fundit pasi boshatisen dhe niveli hemoglobinës dhe të tjera element të ruazës kuqe, megjithatë kjo meriton që të trajtohet. Pra, duhet filloj trajtimi sa më shpejt me produktet e hekurit, dhe këtu do theksoja produktet e hekurit të tipit të tabletës apo të shurupit, varet se sa konvenient është fëmia, vajza në këtë rast 14 vjeç, por besoj që tabletat në këtë moshë janë lehtësisht të administrueshme, ndryshe nga fëmijët që e kanë të vështirë për të kapërdir tabletën, të shoqëruar dhe me vitaminë C. Dhe ashtu sikurse e thash, është minimumi 3 muaj dhe maksimumi 6 muaj. Pyetja e dytë, kam djalin 5 vjeç, ka dalë me depozitat e hekurit në kufirin minimal. A është e nevojshme të jap suplemente hekuri apo mund t'i përmirësojmë vetëm me ushqim? Është pyetje me shumë vend, sepse patjetër që një nënë e kujdesshme mendon që ushqimi duke qenë i freskët dhe i gatuar në shtëpi dhe i shtuar në sasi mund ta përmirësoj, por varet se sa ka qenë niveli i depozitave. Pra, sikurse e thash, nëse është në kufi 25-30, patjetër që dhe hemoglobina është në nivel optimale, pra mbi 13 gram ose 13 gram për decilitër, mbase nuk ka nevojë për hekur nga jashtë, por vetëm për vitaminë C dhe për produkte të tjera që përmbajnë hekur ushqimore. E këshillueshme për pjesën që unë gjykoj do ishte që të paktën një terapi me 2 ose 3 muaj me hekur do ta bënte më mirë djalin, të shoqëruar dhe me shtesat ushqimore. Pyetja e tretë dhe e fundit. Kam dëgjuar që çdo vajzë adoleshente duhet të marrë suplement hekuri gjatë ciklit menstrual edhe nëse nuk është anemike. A është e vërtetë? Në fakt ka një teori të tillë edhe unë në fakt vetëm para pak ditësh
e lexova që një dietologe rekomandonte që duhet vajzat në ciklin menstrual, gjatë ditëve të ciklit menstrual, duhet të marrin suplemente hekuri. Nuk mendoj se qëndron, sepse sikur se e thash, duhet që të vlerësohet me një analizë gjaku, sepse sigurisht që ka vajza që kanë, varet dhe nga fluksi, se jo të gjitha kanë fluks, të themi 7 ditor dhe me një sasi abondante të humbjes së gjakut, por është mirë që të vlerësohet gjithmonë me analiza gjaku dhe pastaj të merret suplementi. Këtu, në fakt, nuk dua të them që është i tepërt marrja, por sido që t'jetë, duke qenë se është një diçka që merret nga jashtë, mund të krijojë shqetësime me stomakun, me nauze, me të vjella. Këto janë efektet më të zakonshme të preparateve të hekurit. Prandaj gjithsesi çdo gjë duhet jetë dokumentuar para se të aplikohet, të administrohet. Duke qenë se jemi këtu tek marrja e një suplementi hekuri, pa parë më parë gjendjen dhe pa bërë një bilanc të nevojave që ka fiziku një individi. Mbi dozimi apo marrja e tij kur trupi e ka në sasi të mjaftueshme, na shkakton pasoja, na shkakton probleme apo janë vetëm këto problemet e ngacmimit të stomakut? Shiko, nuk besoj se krijohen probleme të toksicitetit të hekurit, pra të krijohet një sasi e tillë mbi ngarkesë sa hekuri të bëhet toksik kur merret nëpërmjet tabletave. Sepse po bëj një paralelizëm këtu. Hekuri bëhet toksik kur merret gjatë nëpërmjet transfuzioneve të gjakut, sikurse ndodh tek pacientët që janë të varur nga transfuzionet, pra që janë me anemi të lindura, dhe në këto raste kur hekuri depo kalon, të themi 300 apo 500 vlerë nanogram për mililitër në qarkullim, dhe kjo e matur si një analizë biokimike, atëherë mund të bëhet toksik dhe mund të vendoset në organe dhe të krijojë probleme me funksionin e organeve. Ndërsa hekuri i marrë nga goja asnjëherë nuk bëhet toksik. Sigurisht mund të krijojë këto probleme të mosthithjes mirë, të krijimit të çrregullimeve gastrointestinale, konstipacion kryesisht, por edhe diare, nauze apo të vjella, ndërsa efektet të tjera siç janë pigmentimi i dhëmbëve apo zverdhja që ankohen shumë prindër janë efekte të cilat për momentin mund të jenë të dukshme, por pastaj me ndalimin ato eliminohen, kështu që nuk besoj se estetikisht do krijojë ndonjë problem në kohë, të shtrirë në kohë. Problemet më të shumta janë këto që unë ju përmenda, që acarojnë traktin tretës dhe kanë shumë individ që nuk e tolerojnë dot këtë marrje dhe prandaj shumë herë na pyesim, a mund ta marr hekurin në ven? Pra, sepse dhe lexojnë që ka një formë administrimi të marrjes hekurit në ven. Cila do të ishte më e rekomandueshmja? Tek fëmijët ne nuk e aplikojmë marrjen e hekurit në ven, sepse mund të krijojë reaksione anafilaktike, para duhet të kryhet në kushte spitalore, në vëmendjen e mjekut, të stafit infermieror, mund të krijojë probleme dhe me enë të gjakut, ekstravazim, dëmtime të enëve të gjakut dhe pastaj ato sigurisht që duan kohë që të riparohen. Prandaj tek fëmijët, të cilat kanë anemi, flasim për jo tamam sëmundje, një anemi ferrodeficitare, por jo në kuadrin e një sëmundje për shembull të veshkave apo të sëmundjeve të traktit tretës, të zorës, siç janë disa sëmundje të lindura. Në këto ne nuk e rekomandojmë, ndërsa në rastet që një fëmijë lind me një problem të zorës, sikurse është sëmundja e kronit për shembull, ose koliti ulceroz apo një sëmundje renale, një sindrom nefrotik që mund të bëjë anemi, në mbikëqyrjen e rep të mjekut mund të këshillohet administrimi i hekurit intravenos, pra nëpërmjet venës, qarkullimit gjakut. E përmendët disa herë gjatë bisedës terapinë e hekurit që duhet jetë minimalisht 3 ose 6 muaj për ato persona që kanë mungesë të hekurit në depozita. Si do të ishte një skemë e mirë terapie që edhe të përthithet? Pra shpesh kemi dëgjuar që pacientët nuk e marrin, ose qytetarët që marrin suplemente nuk e marrin korrekt terapinë, edhe kur mendojnë se e kanë marrë për gjatë, nuk kanë zëvendësuar as pak në depozitat e tyre. E para njërë që duhet theksoj është që çdo terapi orale, pra çdo tablet, shurup apo solucion me pika që tregtohet në farmaci, duhet jenë të qetë dhe të sigurt prindrit dhe fëmijët që është
preparati dur. Pra, të mos e dyshojnë, sepse gjithmonë na pyesin, cilin preparat të marr atë që është italian, apo të marr një diçka tjetër, sepse ky nuk më duket bindës. Janë terapi të cilat janë të gjitha të efektshme kur merren si duhet. Sigurisht që çdo terapi duhet merret në kohë të përcaktuar, pra është mirë që të merret pak mbas ushqimit, por dhe jo shumë larg mbas ushqimit dhe të merret në orare të përcaktuara. Zakonisht preparatet e hekurit ose këto medikamentet që korrigjojnë aneminë ferrodeficitare duhet merren 2 herë në ditë. Pra, në mëngjes të themi dhe në darkë. Nuk është gabim po ta marrësh dhe mbas drekës dhe mbas darkës. Duhet merren në mënyrë të rregullt dhe sipas dozës përcaktuar. Duhet merren të shoqëruar me vitaminë C. Në disa raste mund të merren të shoqëruar edhe me acid folik, por kjo duhet konfirmohet me analizën e acidit folik në gjak. Pra, nëse ne kemi një vlerë të ulur të acidit folik në gjak, po kështu dhe për vitaminën B12. Pra, e theksoj që kryesore është marrja e hekurit dhe vitaminës C. Për të tjera duhet përsëri një vlerësim tjetër nëse nuk ecën mirë terapia. Nëse një fëmijë është anemik, po e quaj kështu, me mungesë hekuri në 5 vjeçarin e parë të jetës, dhe trajtohet, a është kjo një sinjal që ai fëmijë do të pasojë edhe kur të jetë i rritur her pas here me problematika të tilla, apo është një problem që nëse e kap në kohë, nëse e zgjidh ashtu siç duhet, më tej mund të jesh i qetë? Po, është pyetje shumë interesante. Jo, as pak, nuk do të thotë që ai fëmijë do trashëgojë të qeniet me anemi edhe në vitet e tjera. Pra, është sikurse e tham dhe në momentet më parë, është më i prirur një fëmijë të bëjë anemi në vitet e para dhe nëse kjo korrigjohet dhe fëmia vendoset në një ushqyerje korekte, mësohet si të ushqehet në mënyrë korekte, është shumë e sigurt që ky fëmijë nuk do të vuajë nga anemia në vitet e jetës adoleshencës apo të rinisë së tij. Po e kundërta e tij. Pra nëse nuk e kapim në kohë, nuk e trajtojmë siç duhet, nuk i rikuperojmë depozitat e hekurit, çfarë ndodh në rritje? Atëherë ky fëmijë nuk do të rritet si bashkëmoshatarët e tij, jo se do të vuajë do të ketë ndonjë vuajtje ekstreme, por nuk do të shtojë mirë në peshë, nuk do të shtojë mirë në gjatësi. Organet e tij, gjithë organizmi do të mësohet me një nivel shumë të ulët të oksigjenimit dhe ai fëmijë nuk do të jetë aktiv. Mbas ai nuk e kupton dhe ju duket të gjithëve që kështu është ky fëmijë, kështu ka lindur dhe kështu do të jetë, por ka qenë një diçka që i ka munguar atij fëmijë dhe ai do të vuajë pasojat edhe më tej. Sigurisht nuk do të vuajë pasoja që do të afatgjata në kuptimin e një jete të shkurtër, por të një jete që do të karakterizohet nga lodhja dhe jo cilësore. Për ta përmbyllur, doktoresh, bisedën do donim disa këshilla që t'ju drejtohen kryesisht prindërve, atyre që mbase kanë qenë pak të pavëmendshëm me shëndetin e fëmijëve të tyre. Po, atëre e para që do thosha është që fëmia duhet mësohet që të ushqehet, që në vitet e para të ushqehet siç duhet, të ushqehet në mënyrë korekte, nënat të përpiqen që të gatuajnë në shtëpi dhe të hanë, fëmijët të mësohen të hanë si të rriturit dhe të vazhdojnë të hanë edhe në vitet e tjera. Të mos preferojnë që fëmia të kërkojë ushqime të përgatitura jashtë, sigurisht një herë në javë apo një fundjavë patjetër që fëmia mund t'i shpëtojë këtij rregulli dhe të kërkojë që të marrë një diçka të përgatitur jashtë, të ketë larmi ushqimore dhe fëmia të mos refuzojë as vezën, as kosin, as djathin, as mishin. Për fat keq kemi fëmijë që thonë edhe në adoleshencë unë nuk e dua mishin. Kjo nuk është as pak gjë e mirë për shëndetin e fëmijës, sepse mishi si i kuq dhe i bardhë dhe mishi peshkut janë fondamentale për një ushqyerje të shëndetshme. Dhe patjetër që frutat dhe perimet duhet të jenë pjesë e dietës çdo fëmije, edhe të rrituri padyshim, dhe kryerja një bilanci të thjeshtë analize të paktën një herë në vit është shumë e rëndësishme. Pra do thosha jo vetëm në momentin kur fëmia sëmuret, por edhe në një moment të themi që vlerësohet dhe themi që duhet vlerësohet rritja dhe zhvillimi i fëmijës në konsultorin e fëmijës apo
qendrën shëndetësore Mbase do t'ishte mirë që ta bëjnë prindrit edhe një rutinë rreth ditëve kur është dita e ditëlindjes që gjithë përgatitemi, shumë bukur. të kemi edhe një kjo do kalendar vizitash për fëmijë. Pra fëmijat kishte një patent të vetën të rritjes, sepse kjo nuk është, nuk është invazive. Ne themi sigurisht është një shpim që shumë fëmijë kanë frikë edhe, por është një gjë në kushte shumë të sigurta, është një shpim i vogël që nuk merret një sasi e vogël gjaku dhe patjetër që ndihmon në vlerësimin afatgjatë edhe në ndjekjen afatgjatë të rritjes së mirë të fëmijës. Doktor, shumë faleminderit për gjitha informacionet që sollët sot në Health O'Clock. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Ndërkohë, doktoresha foli për gjatë gjithë bisedës për ushqimin dhe ndikimin real që ka ushqyerja e shëndetshme tek fëmijët. Ndaj bashkë do të shkojmë në një material mjaft interesant për t'ju treguar edhe më me detaje se si duhet që t'i ushqejmë korrekt fëmijët, jo vetëm ato që kanë anemi, por të gjithë fëmijët për të mos shkuar dhe për të mos bërë problematika të tilla shëndetësore. Le ta ndjekim. Për të mësuar më shumë mbi anemin tek fëmijët e vegjël, por edhe ndikimin e ushqimit dhe çfarë na e shkakton atë, ne kemi ardhur tashmë te doktoresha Albana Daka, nutricioniste, e cila do të na japi detaje. Doktoresha, përshëndetje. Përshëndetje. Doktoresh, a do të na thuash pak pse fëmijët e vegjël gjithmonë më shumë po bëjnë anemi si pasojë mungesës së hekurit? OBSH thotë se 50% e fëmijëve deri në 5 vjeç kanë deficit të hekurit. Në fakt datat e fundit të vetëm 2025-s nga OBSH-ja janë që mbi 50% e fëmijëve kanë deficite të hekurit në gjak edhe në disa raste edhe ulje të hemoglobinës. Është shoqëruar kjo edhe me ulje të transferinës apo me ndryshime të saturimit të hemoglobinës, kështu që rezultati kryesor apo shkaku kryesor është padyshim keq ushqyerja. Kjo i atribuohet në ushqyerje në disa zona, po themi, me nivel financiar shumë të ulët, por edhe keq ushqyerjes në zonat rurale dhe urbane për shkak të ushqimeve të procesuara. Ne flasim gjithmonë për ushqyerjen, por hekuri futet në ato që ne i quajmë mikroelement shumë të rëndësishëm, pjesë shumë aktive e oksigjenimit të tërë organeve dhe në momentin që ne nuk e marrim hekurin me ushqimin dhe ai ndodhet kryesisht në ushqimin e tavolinave tona dhe nuk ndodhet në ushqimin e fast foodeve apo të gjithë ushqimeve të procesuara, padyshim që do të reflektohet në uljet e hekurit. Dhe ne sot gjithmonë më shumë kemi fëmijë të cilët kanë një lodhje kronike, kanë apati, ulje padyshime të performancës intelektuale në shkollë, pra në atë moshën parashkollor dhe fillimin e shkollës, pikërisht për shkak të kësaj anemie feriprive. Padyshim, pra me mungesë të hekurit, padyshim që trajtimi bazë është marrja e suplementimit me hekur për një kohë relativisht të gjatë dhënë nga hematologu pediatër, por duhet të merren masa të rëndësishme në mirë ushqyerjen, sepse suplementimi padyshim do të zëvendësojë hekurin, po për vazhdimin duhet të kemi një ushqyerje të duhur që ne këtë hekur ta marrim nga ushqimi jon i tavolinës dhe jo nga suplementimi në kohë afatgjate. Ju thatë që gjendet në tavolinat tona, atëherë çfarë gabimi bëjnë prindrit që fëmijët po shkojnë gjithmonë më shumë drejt anemisë feroprive? Por gabimi që bëjmë prindrit është që ne themi që gjenden në tavolinat tona, në dietën tonë mesdhetare, por fatkeqësisht të gjitha studimet tregojnë që mbi 70% e ushqimit të ditës në fakt është ushqimi fast foodeve apo ushqime të procesuara. Pra ne kemi pak vakte të cilat gatuhen dhe konsumohen në shtëpi, çka do thot vakte që përmbajnë sasinë e duhur të hekurit. Të gjitha këto ushqimet fast, snackët fast, të gjitha ushqimet po themi të rrugës, junk food, padyshim kanë një sasi shumë të ulët hekuri ose nuk kanë fare, por nga ana tjetër jo vetëm që kanë këtë mangësi të madhe në hekur, po nga ana tjetër, duke pasur një regjim rutin me këtë lloj kequshqyerje, ajo shkatron ato që quhet flora bakteriale e zodhës, duke ulur dhe përfitshmërinë e hekurit kur ne marrim ushqimin e duhur. Pra,
ky ushqim apo kjo keq ushqyerje na lëvizne në dy faza. Pra, na ul nivelin e hekurit për shkak të mangësisë së hekurit në këto ushqime, po nga ana tjetër na ul dhe përthithjen e hekurit sepse prish sistemin digestiv për përthithjen e hekurit kur vaktet janë të shëndetshme. Prandaj sistemimi i regjimit ushqimor është zgjidhje. Pra, ne duhet të kalojmë Si do ta zgjidhnim këtë situatë për t'u dhënë prindërve disa këshilla më praktike. Por duke kaluar në faza, po themi duke minimizuar ushqimet e procesuara dhe snackët midis vakteve. Duke minimizuar këto vakte, po themi ushqimet jo të duhura dhe duke rritur vaktet e konsumuara në shtëpi, apo pse jo edhe një snack i bërë në kushte shtëpie dhe i marrë me vete, çka do të thotë siç kemi marrë të gjithë 2 feta me vezë apo 2 feta me një flet djathë dhe një fet domate, padyshim është një snack i marrë nga shtëpia. Sot është një trend, po themi, i blerjes së gjitha snackëve për të marrë te çanta shkollës në supermarket, por kjo duhet të hiki për shkak që të sistemojmë këto vaktet. Pra, të kemi vakte të bëra në kushte shtëpie dhe të konsumuara. Minimalisht 2 vaktet nga 3 vaktet kryesore në kushte shtëpie dhe padyshim anemia të shikohet edhe me mungesën e nutrientëve të tjerë. Se unë thash që kjo keq ushqyerje çon në uljet e hekurit, po nuk çon vetëm në uljet e hekurit, çon edhe në uljet e elementeve të tjerë. Ne në disa raste, por mos me thënë në shumicën e rasteve, kemi anemi të shoqëruar edhe me ulje të acidit folik, vitaminës B12, por edhe vitaminës D, e cila megjithëse ne jemi popullsi mesdhetare, nivelet e vitaminës D që në mosha shumë të vogla janë të ulta ose të moderuara, çka do thotë që çdo fëmijë 0 deri në të gjithë edhe në moshën adulte duhet suplementuar me vitamin D. Pra, suplementimi me hekur, çekimi në check-upet rutinë, nëse kemi ose jo, dhe mangësi të vitaminave të tjera, dhe suplementimi i tyre, dhe më pas kalimi i një regjimi ushqimor të rregullt. Sfida më e madhe është kalimi në këtë regjimin ushqimor, që do thot vaktet me shportën ushqimore të perimeve të frutave si pastinës, të proteinave shtazore, mishit të kuq, pulës, peshkut, patjetër në një vakt në ditë në menun e fëmijëve. Bishtajore duhet të jenë pjesë, fara të ndryshme të integruara këto qoftë në kos me fruta dhe të hedhura disa fara, qoftë në supra të ndryshme, qoftë në sallata. Dhe bishtajoret minimalisht duhet të jenë 3 deri në 4 herë pjesë e dietës javore. Pra, po themi, sistemimi i kulturës ushqimore familjare është sfida dhe zgjidhja më e madhe që ne të trajtojmë këtë anemi. Padyshim, suplementimi në momentin kur kemi një anemi të theksuar është rruga e zëvendësimit të këtij hekurit, po për afatgjatë është padyshim regjimi ushqimor. Në momentin që një mjek ka referuar suplementet e hekurit për një fëmijë që ka probleme me mungesën e tij, a kemi ushqime që duhet i evitojmë, duhet i shmangim, cila është ajo rutina që të përfitojmë sa më shumë nga suplementi plus dhe ushqimi, pra të mos luftojmë njëri tjetrin? Eliminimi total i ushqimeve të procesuara dhe ushqimeve junk. Në gjithë këtë suplementimin me hekur. Së dyti, minimizimi në ato regjime kur fëmijët kanë sasi të egzageruar të bulmetrave, kryesisht të qumshtit, dhe mundësisht konsumi i qumshtit dhe i gjithë nën produkteve të bulmetit larg momentit kur merret hekuri për të mos ulur përthithjen e tij, integrimi i perimeve dhe frutave që përmbajnë vitamin C për të rritur përthithjen e hekurit në zor, dhe kur ne vërejmë rastin e disbiozave, pra kësaj disbalancimit të florës bakteriale në zor, padyshim është shumë e rëndësishme që suplementimi me hekur të shoqërohet edhe me suplementimin me probiotik. Sot nga terapitë më të përzgjedhura edhe në një fëmijë normal pa probleme të hekurit është që minimalisht 4 deri në 5 muaj në vit, në muajt e freskët, fëmia të marrë probiotik dhe vitamin D. Vitamina D, për shkak të asaj që unë thash më parë që tërë jemi deficitar për vitaminën D, sepse ushqimet nuk përmbajnë vitamin D dhe ne nga dielli marrim sasi të moderuar, dhe së dyti pikërisht për shkak të
kësaj kequshqyrje, ku më shumë dhe ku më pak, të gjithë fëmijët kanë një disbioz nga e lehtë deri në të moderuar, kështu që trajtimi me vitamin D dhe probiotik është shumë e mirë për të pasur një zorë të shëndetshme, që dhe përthithja e hekurit po dhe elementeve të tjerë nga ushqimi të jetë e duhura. Kurse mi kohë largët nga suplementi me minimalisht 2 deri në 3 orë. Pra në qoftë se ne marrim hekurin në mëngjes, po themi, duhet jo të pasojë me njëherë marrja e qumshtit apo e një copë djathi, po të jetë minimalisht 2 deri në 3 orë më pas. Megjithatë, në fëmijët që kanë një dietë të pasur me bulmetra, se ka fëmijë për shembull, sidomos sa më të vegjël të jenë fëmijët, mund të marrin edhe deri në 500 ml qumësht apo dhe më shumë, kjo sasi minimalisht duhet të përgjysmohet për të ulur të gjitha këto efekte, pra për të ulur të përthithjen e hekurit nga produktet e bulmetrave. Shtimi i limonit në sallatra, shtimi i frutave të pyllit, të cilat kanë sidomos e luleshtrydhes apo edhe frutave të tjera të pyllit, e portokallës pjesë, që unë do të thosha gjithmonë frutat të jenë në formën e frutit, jo në formën e lëngut, që fëmia mos marrë vetëm sheqerin dhe ujin, po të marrë gjithë elementet që fruti ka, farat e ndryshme dhe padyshim të gjithë linjën e bishtajoreve, të cila përmban atë që ne i themi hekur jo hemik, sepse hekuri hemik dhe ai që ndikon në hemoglobinën në ekur është kryesisht hekuri që marrim nga produktet shtazore të mishit, peshkut, pulës, edhe një sasi të moderuar edhe nga bulmetrat. Kemi një ushqim që duhet ta kemi gjithmonë që na ndihmon me hekurin tek fëmijët me apo pa anemi ferrodafirit? Pa dyshim proteinat shtazore, sepse ne kemi sot një trend që fëmijët të mos konsumojnë produkte shtazore, qoftë kjo si mishin e kuq, ashtu edhe pulën edhe peshkun, pra ka një refuzim, apo fëmijët i han këto mishra në formën e këtyre fast foodeve apo këto junk food të cilët kanë një sasi mishi të tillë, kështu që unë do të thosha që lufta më e madhe, pra sfida më e madhe është prezenca e proteinës shtazore, prezenca e mishit, pulës apo peshkut, të paktën një vakt në ditë, dhe ky është vakti kryesisht i drekës. Kështu që në formën që fëmia e shikon apo jo, kjo pak rëndësi ka rëndësi për ne si prind, ka që fëmia ta marrë këtë proteinë shtazore. Kështu që proteina shtazore është shumë e rëndësishme. Nëse ne në adult apo në problematika të tjera themi ta minimizojmë mishin e kuq, përkundrazi në fëmijët duam një sasi të konsiderueshme proteine dhe pikërisht mishi i kuq mund të jetë edhe deri në 3-4 herë në javë, pse jo. Doktore, shfolot për kequshqyrjen, por shpesh kemi dëgjuar që fëmijët që në moshat e hershme fillojnë marrjen e antibiotikëve. Ndonjëherë pa kriter, ndonjëherë sipas mjekëve pediatër janë vetë prindrit që u japin pasi janë konsultuar me ChatGPT-n. A ka dhe kjo një ndikim tek elementi i hekurit? Patjetër ka një ndikim. Ndikimin e parë kjo e ka që sot është rritur e famshme antibiotikorezistenca, që po bën që antibiotikët të mos jenë më efektiv ndaj infeksioneve reale, pikërisht për shkak të këtij problemi pa kriter. Po nga ana tjetër, prindrit nuk janë të vetëdijshëm, çdo marrje antibiotiku, unë ja konkretizoj prindërve kur i them për marrjen e antibiotikut, që i them antibiotiku është një mitroloz në një turm me njerëz, pra me mikrobe në rastin e zorrës. Dhe ai nuk vret vetëm mikrobin për të cilin e mendojmë që ka shkaktuar infeksionin apo temperaturën, po vret gjithçka që gjen përpara. Dhe duke vrarë kështu prish, pra bën zero të gjithë florën e zorrës, sa më gjatë ne të marrim antibiotikoterapi. Dhe kjo bën që flora e zorrës të jetë aq minimale, por ai është aktori kryesor që ne kemi për përfithjen e ushqimit, pra të gjithë mikroelementët, mineralet, vitaminat që ka regjimi ushqimor, po ashtu dhe përmbajtjen e imunitetit në zorë. Kështu që çdo terapi me antibiotik, nëse kemi infeksion bakterial aty përveç bakterit që ne duam të luftojmë, vret të gjitha bakteret e mira që ndodhen në zorë dhe bën që zora të mos kryej funksionin e duhur. Dhe sa më të shpeshta të jenë këto terapi me antibiotik, aq më e varfër bëhet zora në këto mikrobe të mira dhe aq më pak e kryen funksionin e saj si për
shëndetjen, ashtu edhe për mbrojtjen e sistemit imunitar. Kështu që antibiotikoterapitë bëjnë që ne të kemi, sepse nëna mund të referojë që fëmia ha shëndetshëm, por nivelet e hekurit vazhdojnë të jenë të ulta dhe jo vetëm të hekurit dhe të elementeve të tjerë. Kjo për shkak se nuk bëhet përfithja e duhur e këtyre elementeve në zorrën e fëmijës, pasi është një zorr me disbiozë të theksuar. Dhe në shumicën e rasteve gabimi që bëjnë, ndoshta nga vetë nënat apo edhe ndonjëherë edhe më këshillën e farmacistëve, kur marrin antibiotik, marrin njëkohësisht dhe probiotik dhe mendojnë që e pasuruan zorrën. Antibiotiku vret mikrobin për të cilin e kemi marrë, mikrobet që gjen, po dhe ato që marrim. Kështu që marrja njëkohësisht e antibiotikut me probiotikun nuk është se në ndihmon, por duhet të mbaroj terapia me antibiotik dhe për të rifunizuar zorrën, minimalisht duhet një terapi 2-3 mujore. Marrja 10 ditë, një javë, pothuajse nuk ka bërë asnjë gjë me probiotik. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm për marrjen e antibiotikëve, duhet i marrim patjetër në këshillën e mjekut, jo çdo temperaturë në moment është alarm dhe duhet fillojmë antibiotikun, sepse kjo marrja e këtij antibiotiku ka realisht efekte afatgjata dhe ndonjëherë këto disbioza pastaj vazhdojnë dhe gjenerohen edhe në vite. Dhe nga fëmia i bëhet adoleshent dhe adult me një zorrë deficitare dhe me një sistem imunitar të ulët. Cila do të ishte një ditë ideale ushqimi për fëmijët, le të themi të moshës arsimit fillor, që do t'ua rekomandoje prindërve, si ta nisin një ditë dhe si ta përfundojnë? Një ditë është padyshim mund të jetë për shembull një tost i bërë në kushte shtëpie me perimet me të cilat fëmijët duan më shumë, do të thotë që nuk jo t'i japim ne, po themi, perimin e caktuar, pra me domate dhe me një flet djathë, një tost i bërë, jo me salamra apo me djathra të procesuar, pra me format origjinale, po themi, të produkteve, e shoqëruar me një frut, që mund të jetë një moll apo një banane apo një frut të cilit fëmia mund ta marrë në shkollë dhe ta konsumojë në atë mes vaktin apo pushimin e gjatë, apo si snack mund të jetë edhe një grusht me fruta të thata, gjithmonë kjo pa krip, pra jo fruta të kriposura. Pastaj mund të jetë një drekë normale në shtëpi, që mund të jetë një fileto apo një copë mishi me perime dhe një sallatë e shoqëruar me bukë, zakonisht ne themi gjithmonë që drithrat duhet të jenë drithra të plotë, në një pjesë të rasteve kemi edhe drithra të fortifikuar apo edhe bukë të cilat përmbajnë drithra të fortifikuar me hekur, në të cilat në kohën kur fëmia është me anemi e ndihmojnë, ka drithra, ka cereale, ka qumësh të fortifikuar, në disa raste ose produkte të tjera të bulmetit. Mund të kemi një frut bezdite dhe një vakt të darkës që mund të jetë edhe një fileto peshku apo një stup peshku e shoqëruar kjo, për shembull po themi me një pilaf. Pra një sup edhe një pilaf apo një sup edhe diçka tjetër, perime, pra vakte të bëra në kushte shtëpie. Gjithmonë snackët duhet të jenë në formën e frutave, unë nuk rekomandoj asnjëherë lëngjet e frutave, për shkak se ne i marrim vetëm fruktozën, pra sheqerin edhe ujin dhe nuk i marrim elementët e tjerë, ose mund të jetë një mes vakti, mund të jetë edhe një kos me fruta, pra kos me fara dhe me fruta pylli, apo një kos me banane, apo thjesht një banane, pra vakte të thjeshta të cilat janë ngrënë në të gjithë brezat. Ne po mendojmë gjithmonë ose informohemi për të sofistikuar, po ushqimi është i njëjtë, dieta mesdhetare është e njëjtë, nuk do të thotë që ne ham në shtëpi ushqim restoranti, ham kuzhinën që kemi pasur dhe kemi, kështu që nuk janë pjesë kur prindrit dëgjojnë pjesë e kuzhinës tonë, avokado apo mango, janë fruta të ardhura nga vende të tjera që mund të jenë pjesë deri diku, po nuk janë domosdoshmëri, sepse dhe gjenetikisht edhe zora, edhe flora jon bakteriale është adaptuar për dietën mesdhetare në breza. Shumë faleminderit. Faleminderit e ju. Dhe pasi materiali mjaft interesant, ku besoj ju kemi dhënë mjaft ide se si duhet t'i ushqeni fëmijët për t'i patur ato sa më të shëndetshëm. Unë ju falenderoj të gjithë ju që na ndoqët deri në këtë moment, bashkë do të shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.